Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të komentuar pak Stelinën, Inën edhe Kesin. Sonte do të ndodhen gjë më e madhe, unë kështu do ta quaj. Ju e dini shumë bukur që Kesi dhe Ina ditë më parë kanë patur një mini takim të vogël në dhomën e Grimit ku kanë folur për lojën, por kanë lënë të nënkuptohet edhe për një marrëdhënie të mundshme, edhe për një afrimitet të mundshëm, edhe për një, le të themi, për një dashuri të mundshme. Ina dhe Kesi janë afruar tepër. Unë e kam thënë, domethënë, egoja e Stelinës, koklarësia e Stelinës, inati që Stelina mbart kundërdrejt një mashkulli, do ta nxjerrë Inën fituese dhe realisht Ina doli fituese. Ina ka përzgjedhur një tjetër rrugë, domethënë është më e qetë, është më e buzëqeshur, më e dashur dhe në sy të Kesit vije gjithmonë më e fituar. Zakonisht, domethënë, këto lloj femrash që kanë këtë qetësinë, që kanë këtë pozitivitetin, në jetë janë të fituara. Dhe Stelina nuk e përdorën këtë gjë. Dhe normalisht egoja e madhe e një mashkulli, siç është Kesi në këtë mes, që normal mashkulli nuk do të lëshoj pe, edhe Stelina nuk lëshon pe, e largon Stelinën nga marrëdhënia dhe Kesi përfiton një diçka afër Inës. Kesi në dhomën e Grimit i ka thënë Inës që duro se do të filloj një jetë e lumtur jashtë, që do të thënë unë edhe ty jashtë do të jemi çift, unë edhe ty jashtë do të jemi të gëzuar, unë edhe ty jashtë do të jemi të lumtur, do të thënë një alat të nënkuptohet kjo gjëja. Ndërsa sonte banorët do të përballen me këtë të vërtetën edhe me këtë realitetin kur vllau i madh do ta nxjerrë në let ullin e madh dhe ta tregon sekretin se çfarë është folur realisht në dhomën e Grimit. Unë uroj me zemër që gjërat të qartësohen. Unë mendoj që Stelina e kishte në dorë Kesin, por nuk diti ta mban, pa marrë parasysh që banorët mendojnë që është një skenë e krijuar, por është një dashuri, sepse nuk mundesh të dalësh publikisht edhe të bësh forma të tilla për një mashkull, por gjithsesi domethënë Ina është e fituar dhe Ina e shoh me qetësi dhe me butësi e ve Kesin para aktit të kryer. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje.